Është përcjell sot për në banesën e fundit Saad Zeadini, pjesëmarrës i spektaklit Kafaz Ziyart, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident të rënd rrugor në Maqedoni. Të afërm, miq dhe shok janë mbledhur në mesditë në xhaminë e Yahya Pashës në lagjen e Çahirit në Shkup, ku të riut janë kryer ritet fetare. Trupi 28 vjeçarit prehet tashmë në varrezat e familjes në një fshat pranë Shkupit. Në aksidentin tragjik të ditës së premte në dalje të qytetit të Gostivarit, humbën jetën dhe 2 të afërmit e tij, nipi 3 vjeçar dhe nusja e vëllait. Ndërkohë të afërm të Saadit, të kontaktuar nga News 24, kanë pohuar se vëllai i tij, Fuati, ka dalë nga gjendja e komës kur ra menjëherë pas aksidentit. Makina ku udhëtonin 4 anëtarët e familjes Zeadini drejtohej nga Fuati dhe u përplas me një kamion me targa shqiptare. Policia maqedonase ka ndaluar drejtuesin e kamionit, një 38 vjeçar nga Devolli. Ai ka deklaruar se në momentin që udhëtonte ishte detyruar të parakalonte, kur një makinë që ecte përpara tij ka frenuar. Në këtë lëvizje, kamioni është përplasur me makinën ku udhëtonin 4 pjesëtarët e familjes Zeadini. Ndaj shoferit mësohet se është marrë masa e paraburgimit, ndërsa pritet përfundimi i ekspertizës autoteknike.